e thënë së buti i pamatur për të lënë shtëpinë pa shtëpi. Të dashur qytetarë, ligji për qeverinë e bën të qartë se një qeveri në tërheqje vazhdon të ushtrojë përgjegjësitë e saj në eni 30, ndomëse të kufizuara në eni 31, deri në zgjedhjen e qeverisë. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Shteti nuk mund të ketë vakum qeverisje, qeveria nuk mund të ketë ndalesë funksionimi. Kemi nga e kaluara shembullin e ish-kryeministrit Thaçit që ndonse kishte dhënë betimin e deputetit në korrekt të vitit 2014, kishte vazhduar të jetë kryeminist në detyrë deri në 10 orë tati i vitit kur paguatuar qeveriere. E kemi shembullin e ish-kryeministrit Haradit, i cili dha dorëheqjen korrekt vitit 2019, vetëm për të vazhduar tutje si kryeministër në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë kurte në shkurt të vitit 2020. Gjithashtu kemi shembullin e ish-kryeministrit Hoti, i cili mbeti në detyrë deri formimin e qeverisë kurte 2 në mars të vitit 2021, përkundër faktit që qeveria e tij u shpall e jashtëligjshme nga gjykata kushtetuese në 10 orë të vitit 2020.